Ushtria amerikane bëri të ditur të martën rrëzoi një dron iranian që ju afrua në mënyrë kërcënuese aeroplanbajtëses USS Abraham Lincoln në detin arabik, në një incident të raportuar fillimisht nga Reuters. Ngjarja ndodhi në një moment kur diplomatët po përpiqeshin të organizonin bisedime bërthamore mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se dërgimi i anijeve luftarake drejt rajonit mund të sillte gjëra të këqija nëse nuk arrijej një marrëveshje. Lajmi për rrëzimin e dronit ndikoi menjëherë edhe në tregje, duke rritur çmimin e naftës me mbi $1 për fuçi. Sipas ushtrisë amerikane, droni iranian Shahed 139 po fluturonte drejt aeroplanbajtëses me qëllim të paqartë. Ai u godit nga një avion luftarak F-35 i cili veproi në kuadër të vetmbrojtjes. Kapiteni i marinës Tim Hawkins, zëdhënës i komandës qendrore të SHBA-s, deklaroi se një F-35C i nisur nga anija rrëzoi dronin për të mbrojtur si aeroplanbajtësen, ashtu edhe personelin në bord. Autoritetet iraniane nuk dhanë komente zyrtare për incidentin, ndërsa agjencia Tasnim raportoi se ishte humbur kontakti me një dron në ujërat ndërkombëtare pas sqaruar arsyet. Sipas ushtrisë amerikane, nuk pati të lënduar dhe as dëmtime në pajisje. Grupi i sulmit i aeroplanbajtëses Lincoln përbën pjesën kryesore të përforcimit ushtarak amerikan në lindjen e mesme, i vendosur pas tensioneve të brendshme në Iran dhe për shkallëzimit të situatës së sigurisë në rajon.